pushun pak, vjen namazi i jacis dhe namazi i taravis. Namazi i jacis është fars, pa tjetër. Që dhe me thonë fjala fars, në rënjët e fikut, në rënjët e dispozitave të fejs tonë, ma ju thabu fa'iluhu, wa ju aqabu tarikuhu. Shqip, në qëfëse e bën, e qonë në vend farzin, shpërblehesh, në qëfëse nuk e qonë në vend farzin, dënohesh. E kundër të sunetit. Që dhe me thonë fjala sunet, nëse e realizon sunetin, shpërblehesh, nëse nuk e realizon, nuk dënohesh. Ama farzi dënohesh. Jam të folë për namazin e jacis. Pastaj vjen namazi i taravis. Çka do me thonë salatu tarawih? Namazi i tarawih shqip, çka i vjen? I vjen namazi me pushu, mu knaq. Këtë kohë tash, namazi i taravis falet në mënyrë shumë mirë. Ama ma herët, suna. Unë kam qenë edhe në medrese, edhe më i ri, në ka ardhë rendi me shku imamën, në disa fshatra më brenda Maqedonisë, e mbaj mend në atë kohë ishte sa ma shpejt me e falë tarawih. Unë e falë që shpejt si imam, i ri, djali i ri, 16 vjeç, 17 vjeç. A të tregoj drejt, vallahi, nuk më ka duk asnjëherë interesant dhe mirë. Ama trendi, ta imponon. Alhamdulillah, kena përmisime. Nëse e falë, për shembull nga dalë, xhamati, o xha, ka pa mundësi pak ma shpejt. Ama tash trendi, të ne, në përgjithësi jam duke folë, është me e falë namazin nga dalë. Pse se me u qetësu, me pushu. Pastaj puna e ditë, po nuk ove pa tjetër me e falë 20 rekat nëse nuk mundësh, nëse nuk ke punë, nëse ke punë, nëse ku e d'ju çfarë gajle ke. Po i falë 4 rekatë dhe nëse... Ama mirë i falë. I falë 8, edhe shkon. I falë 12, edhe shkon. Po me i falë 20 është më mirë. Me falë namazin komplet është më mirë.